Ky emision mundësohet nga Podravka. Thua juhu kush e Podravka. Thua juhu e ngrohtësi në stomak. Thua juhu me supë të kthjelltë. Thua juhu dua të njëjtën. Me zë juhu për supën krem. Me zë juhu në çdo moment. Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgadit supën, krijon ndjenjën. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur dhe mirë se po takojmë në një tjetër epizod të emisionit Pasion e Profesion. Edhe sot në Pasion e Profesion do shtrojmë simbolikisht sofrën e Prizrenit e me mysafirin ton do të trajtojmë shumë tema që lidhen me këtë qytet. Dërsa për ne do të gatuajmë 2 kuzhinierë, si që një mësuar të shihni edhe në epizodat e tjera të Pasion e Profesion. Me ne është Pashtrik Shaqiri dhe Liridon Paqi. Pashtrik, faleminderit edhe një herë që je pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Mirë se erdhe. Është kënaqësi shumë e madhe të kemi edhe një herë sot këtu. Pashtrik, si po të shkon kjo procedura gjithë kur po je këtu në Pasion e Profesion? Mirë, kom fillu mu ambientua dhe me kalu edhe ma mirë se në fillim shkoku i emocioneve dhe ambientit ndryshe. Po, si po i përzgjedh këto receta që po na sjell çdo herë sa je pjesë e Pasion e Profesion? Po zakonisht bëhen në mënyrë spontane gjatë ditës, më kujtohet edhe vendosi me gatu. Sa mirë, produktet kemi gjithmonë të freskëta, kështu që besoj që mundesh edhe me fillu. Ta përshëndes edhe Liridonin që na ka ardhur përsëri në Pasion. Liridon, përshëndetje. Si kanë qenë këto ditë për ty? Mirë, punë. Lodhja? Jo, Pasion. Me recetat? Gjithçka në rregull, a? Rregull. Çka kemi përgatitur sot? Sot kena risotto me midhje edhe tartar karkaleci për mi. Diçka shumë e shishme pra në Pasion e Profesion, tash që po vjen edhe vera. Pashtrik, po te, çka kemi përgatitur sot? Sot kemi me gatu filetën e levrekut me pak perime sezonale edhe me gjalp të rësume ose brown butter që i thojnë. Okej, po besoj që na tregoni edhe procedurën gjatë kohës këtu në Pasion e Profesion. Unë po shkoj tek këndi jam i preferuar. Tek këndi i Premium Bakery si gjithmonë. E si shpo e sheni, këtu ka produkte të shumta të Premium Bakery, të cilat mund t'i gjeni në të gjitha pikat e Premium Bakery. Gjithashtu t'ju tregoj për bukën e cila pjekët veç për 8 minuta. Pra janë 8 minutat e vërtet. Vendoseni në furr, lëreni të pjekët edhe e shihni që vetëm për 8 minuta e keni bukën e pjekur gati të Premium Bakery. Nxitoni marrni, edhe janë shumë të shijshme, edhe janë shumë të lehta, sepse mund t'i keni gjithmonë bukë të nxehta në shtëpitë juaja. E shikues dashur, po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. Gatimi është i frekshëm. Shumë i frekshëm. E çfarë është më e frekshme? Të eksperimentosh me speca djegës jalapeno para vjerrës dhe të rrezikosh mbrojtje të vetullave që në fambejnë e parë. Është e frekshme të përmbushësh pritet e larta me mbetjet e djeshme dhe të mos e teprosh me nxjerrjen e shpagetave kur mis të kërkojnë al dente. Gatimi mund të jetë i frekshëm, por me Vegeta është thjesht frekshëm i mirë. Thua juhu kush e Podravka. Thua juhu e ngrohtësi në stomak. Thua juhu me supë të kthjelltë. Thua juhu dua të njëjtën. Me zë juhu për supën krem. Me zë juhu në çdo moment. Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgadit supën, krijon ndjenjën.
Mbushë shtëpinë me aromë fresh të ciabatta, broqen, thith broqen dhe baget. Vetëm 8 minuta e jo më shumë. Plot so ma dëshirar, shtini bukën në furr. Pjek e vet. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery. Në çdo filxhan të çajit ton, fshihet begatia e natyrës. Prandaj, të kujdesemi për të. Kurse, shija jashtëzakonshme e çajit tuaj të preferuar ruhet nga mbështjellësi i ri aromatik ekologjik. Për qafim i kujdesshëm i natyrës. Podravka. Erdhi koha me u nis prap. Se dikush që po e merr me veti buzëqeshjen e familjes. Buzëqesh për shokët që të kujtojnë kush je. Gëzohu për takimin e papritur. Buzëqesh për shijet e shtëpisë, se krejt që ka të bën me unim mirë këtë jetë, e ka venin këto. Dhe këtë buzëqeshje, që e fiton veç në shtëpi. E kjo buzëqeshje të përcjell kudo që je. Ardent Dental Clinic, buzëqeshja e venlindjes. Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut këtu në Pasion e Profesionit. Tash dua t'ju tregoj për pashtetën e zogut nga Podravka. Pra, kjo pashtet është plotësisht e pasterizuar, pra është ndarë mekanikisht nga eshtrat dhe gjithashtu është pa vaj palme, pa konzervanse dhe aroma dhe pa përforcues të shtuar. Është shumë e shishme për të gjithë ju që nuk keni kohë dhe dëshironi që të hani një pashtet, por të shishme edhe të shëndetshme po ashtu, mund ta merrni dhe ta lyeni bukën, patjetër që do dalë buka perfekte kështu. E në vazhdim, unë po ju dërgoj tek Alpin House në Korçë. Një vend fantastik ku të gjitha detajt mund t'i ndihni në materialin në vazhdim. Përshëndetje përsëri shikues të dashur të Pasion e Profesionit. Sot jemi në një vend krejt tjetër. Jemi në Dardh të Korçës, ku do e bëjmë një intervistë tek Alpin House. Për më shumë detaje se çka simbolizon këtë vend dhe traditën e këtij vendi, do ndisni një intervistë bashkë me menaxherin e këtij vendi dhe do na tregoj më shumë rreth këtij regioni, por gjithashtu edhe këtij vendi, Alpin House. Jani me mua. Shikues dashur, jemi këtu në Alpin House në Dardh, shumë afër Korçës. Pra, është një vend i cili është malor, është vend turistik, ku mund t'i shihni edhe përmes pamjeve këtë bukuri kaq të madhe që e ka këtu. Ne do bëjmë një intervistë me menaxherin e Alpin House, Adrian Niçku, i cili do na tregojë më shumë rreth historisë së këtij vendi, që është shumë kënaqësi ta dëgjosh duke përshkruar këtë vend. E mirëpresim pra edhe është duke ardhur tash me lakroren, që do e provojmë bashk. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm, faleminderit shumë për pritjen. Kjo është lakrori tradicional i zonës, të cilën ne me shumë nostalgjie kemi rojtur
pa dal nga vlerat e tia. Po me qka është ky lakrora? Mund të shumë nga tregu pak, para se të fillojmë bisedën kështu që edhe ta shijojmë. Të bëjmë një retrospektiv të vogël. Po. Në qytetin tonë ose në zonën këtu, sepse dhe unë jam nga zonë e Dardës, sepse gjyshja time është vajzë nga Darda, tradicionalja ka qenë bëhet në saç, është shumë e rëndësishme në saç me shkarpë. Po. Dhe gjithmonë ruhet shija me gjërat e zonës, të cilat janë qepe domate, që është gjithandej, është bulmeti, që dhe bulmeti është i zonës, e bëjmë me ithra, me lëmpjeta, me arme, që është zajreja që ne vëvem në dimër dhe ka një shije shumë të mirë, dhe me kungull. Ne sot për ju përzgjodhëm, për t'ju thënë mirë se ardhjen, lakrorin me ithra, me bulmet dhe me qepe domate, cilët ka një shije të paparë. Unë po e marë, po e provoj këtë me hithra. Po, dhe unë me kënaqësi do ta shërbej. Faleminderit shumë, është kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu në këtë vend të mrekullueshëm. Edhe ndoshta na tregon më shumë rreth fillimeve të këtij vendi edhe rreth historisë së Dardhës. Sepse ndoshta edhe ka shumë prej shikuesve të emisionit Pasion e Profesion që nuk janë në dijeni për këtë vend, që mund të vinë dhe të shijojnë edhe sportet dimrore, por gjithashtu edhe natyrën e mrekullueshme këtu. Të bëj një retrospektivë. Unë jam qytetar Mund të ulesh. I Korçës, por edhe nip në fshatin e Dardës, pasi mamaja e babait tim është vajzë nga Darda. Unë gjithmonë kam punuar në këtë sektor, në marrëdhënie me shërbimin, në taverna, në restorante, në qytetin e Korçës, dhe kohët e fundit më është afruar posti i drejtimit të punës në kjo tavernë, e cila ka pak kohë që është krijuar, pasi pronarët e ambientit kthehen nga emigrimi me dëshirën e mirë për të zhvilluar këtë aktivitet që është nga më të mirët në marrëdhënie me kulturën dhe ruajtjen e traditës së zonës. Zotrinjtë që kanë investuar këtu janë nga fshati Bobosticës, të më falësh, janë autoktonë, kanë punuar në emigrim si gjithandej shqiptarë dhe në vitin 2000 menduan dhe investuan gjithë kursimet e tyre në këtë plajë të bukur që quhet plaja e plasotëve ose rruga midis Bobosticës dhe Dardhës. Është një vend shumë i mirë, si nga pamja, por edhe nga mënyra se si kemi munduar ta interpretojmë marrëdhënien e shërbimit. Që do të thotë, ruajmë traditën me shumë nostalgji. Kush është tradita? Tradita është lakrori, është zajreja e dimrit, janë petkat. Dhe kuzhina që në marrëdhënie me mishin apo me sallatat janë të gjitha të bagëtisë së zonës dhe të ekonomisë ndihmëse që ka krijuar biznesi këtu. Taverna ka pak kohë që ka filluar aktivitetin, rreth 7-8 vjet. Ka pasur vështirësitë e saj sepse mungojnë mbase edhe infrastruktura mungonte në fillim, duheshe investuar çik në rruga, duheshe investuar sa më shumë në marrëdhënia, se çfarë bëjmë ne këtu dhe çfarë i afrojmë popullit gjithandej. Kemi krijuar një klientelë shumë të mirë, të cilët asnjëherë nuk na tradhojnë, gjithmonë sa herë janë vizitorë në qytetin tonë, na preferojnë që ne të vinë të provojnë ushqimet tona të mira. Po çfarë ju motivon që të vazhdoni këtë punë? Tash sa kohë, sepse ju merreni me këtë punë që unë personalisht kam vite që punoj në marrëdhënie me restorantet dhe tavernat, po familjarët që kanë investuar këtu kanë menduar që biznesi zhvillohet gjithmonë në vendin tënd dhe kushtet janë të shkëlqyera. Këtë e kanë ndihmuar dhe çik natyra, për zonën malore shumë të mirë që është, për klimën shumë të shëndetshme, edhe për gatimet e shkëlqyera që janë tradicionale, është shumë e rëndësishme kjo, nuk dalin dot nga marrëdhënia tonë. Po na tregot se çka tjetër mund të bëjnë të gjitha ata vizitorët që vijnë këtu, përveç që të shijojnë ushqim tradicional me shumë shije. Na tregove pak më herët mbrapa kamerave që ka qenë dhe është ende një zona ose fshati Dardhës ka qenë dikur ka qenë një pikë turistike, atje ka pasur edhe një kamp punëtorësh, të cilët vinin punëtorë që bënin pushime nga të gjithë trevat e Shqipërisë. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimet demokratike që erdhen në vendin tonë nga një vend diktatur, unë mendova që të investohet në këtë aspekt sepse ka shumë kushte ndihmëse. Druri i zonës është shumë i mirë, uji është shumë i mirë, ajri është shumë i mirë, kullota është shumë e mirë.
Dhe për të mos e humbur mbas edhe traditën që kanë vetë pronarët e këtij ambienti, sepse janë banorë të zonës dhe janë marrë gjithmonë me bagëtinë, investuan kursimet e tyre në këtë lloj taverne, të cilën e kanë ndërtuar karakteristike siç e shikon me murin e gurit, me vatrën, me marrëdhënien midis njerëzve në marrëdhënie me ushqimin të anë të ruajnë traditën. Po, na trego pak diçka për pjesën e skijimit këtu, për gjithë vizitorët që dëshirojnë edhe të vinë të shijojnë edhe skijimin që është pjesë e këtij vendi të Dardhës. Zona këtu afron një dimër shumë të mirë dhe detyrimisht në momentin që ne kemi dëborën, kemi edhe kushtohet rëndësi të shumë të veçantë edhe alpinizmit. Dhe në këtë rast njerëzve që janë pasion baskive. Diku afër këtu nga ambienti tonë është një pistë të skish e cila ka qenë ekzistuese dhe është rojtur në traditën e kohës. Kur ti mendon për të bërë një fundjavë në qytetin e Korçës, është zgjedhja më e mirë. Sepse ke shumë avantazhe. Ke klimën, ke cilësinë, ke ushqimin, ke pastërtinë dhe duke menduar në idenë time, po insistohet edhe nga qeveria vendore që këtu të bëhet edhe një pistë skije shumë e madhe në zonën e Nikolicës, sepse ka shumë fshatra shumë të mirë nga ana dimërore, për shumë kushte klimaterike që ndihmojnë. Dhe tek e fundit njeriu ka një marrëdhënie, do shijoj një diçka të mirë, po do të shijoj dhe do bëj dhe ski mbase. Po, patjetër. Edhe Bearia është shumë i ndihmë, kemi një vend që ne fati na ka ndihmuar në këtë vend ku jetojmë të bekuar, të kemi 2000 orë diell në vit, që jemi nga shtetet më të pakta. Plus që gjysmën e vendit tonë është Bregdeti dhe gjysma është malore. Dhe qëllimi është që të investohet në turizmi dhe në njohja e vlerave të këtij vendi. Po sa ka kosovarë që e vizitojnë këtë vend? Gjithashtu si fton të gjithë ata që po ndjekin emisionin Pasion e Profesion që të vinë këto? Kemi shumë miq nga Kosova, nga Gjilani, nga Peja, nga Prishtina, të cilët të paktën në idenë time në këto 4-5 vjet janë rikthyer ardhjes këtu nga 2-3 herë në vit. Sipas kushteve dhe mundësive që kanë. Por që kemi një klientel të mjaftueshme, duke qenë se e njohim mirë dhe mentalitetin e popullit të Kosovës. Unë kam pasur eksperjenca dhe të tjera, kam punuar shumë vite në Shëngjin, diku që kam pasur marrëdhënie me ata. Janë njerëz të respektuar dhe shumë të nderuar në këtë ambient. Po se i kishe ftuar te me fjalët e tua, që gjithë shikuesit vinë dhe të shijojnë, qëndrojnë këtu. Po besoj që të flasim edhe për pjesën e akomodimit pak. Në për pjesën e akomodimit, zona ka zhvilluar një ambient agroturizmi, që do të thotë me bujtina të ndryshme. Por në këtë momente, duke filluar nga çik më mbrapa, një javë më mbrapa, është menduar të investohet për të bërë disa shtëpiza alpine, të cilat do jenë diku rreth 10 copë, të cilat do jenë bujtina për të ndihmuar fundjavën, duke menduar që ushqimi mirë dhe një akomodim i mirë dhe i thjeshtë në bujtinat malore të zonës së Dardhës është shumë e shëndetshme dhe janë shumë kushtet shumë të mira optimal. I ftojmë të gjithë miqtë nga Kosova me shumë respekt që ashtu siç na kanë respektuar deri tani, ne i mirëpresim të vinë gjithmonë. Janë gjithmonë të mirëpritur dhe gjithmonë të mirë shërbyer. Faleminderit shumë për këtë intervistë, zotri Adrian, dhe tash po shijoj edhe unë lakrorin. Lakrorin e ke me ithra dhe me bulmet. Dhe e gatuar në saç, me dupet. Edhe dhallën e zonës, pasi kemi dhe ne pak bagëti. Të bëftë mirë, faleminderit dhe për këtë intervistë dhe shpresojmë që biznesi të zhvillohet, njerëzit të kthehen në këtë vend sepse ka shumë rekurse për të investuar dhe për të punuar. Ka shumë ambient. Ishte kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu. Edhe të shijojmë edhe ushqime tradicionale, por edhe këtë pamje edhe këtë ajër kaq pastër. Mund të them fantastik. Faleminderit shumë edhe një herë. Mirë se të vish.
mendoj që materialin në Korçë, tash është koha t'ju tregoj për ETC-n. Jam këtu tek shtandi ETC-s, ku po ju tregoj që të gjitha produktet e emisionit Pasion e Profesion blihen tek ETC-ja, por gjithashtu aty mund t'i gjeni edhe pastat më të shishme, shumë lloje të pastave, P&K. Pra mund t'i bleni edhe këto pasta në ETC, gjithashtu gjithçka tjetër, me çmime shumë të vëlidshme dhe mund t'i gjeni të gjitha produktet që ju duan. Pashtrik, si po shkon procesi? A më dush me na sqegu pak të gjithë procesin që po e bën tash? Çka na nevojitet për me bu këtë recetë që të gjithë shikuesit që po na ndjekin edhe ta mësojnë? Për me bo këtë recetë, primare janë produktet, gjithmonë, do me thonë peshku do të me qenë i freskët, gjolpa do të me qenë gjolp tamam, edhe perimet më konë sa mas fresta. E vendosim gjolpën këtu, e lojmë me u shkri deri të bëhet në gjyrë kafe të tërë, si një tip djegje. Pastaj e filetojmë peshkun, e marinojmë, e fërgojmë me një tigan non-stick që nuk ngjitet, ose edhe kështu të aluminit. Pastaj i korporojmë bashkë. Okej, në rregull. Po prej perimeve çfarë duhet? Po, perimet janë opsionale, zakonisht shkojmë me perime sipas sezonës, nuk bën definimin e pjatës perime. Po, a mund të përdoret e njëjta recetë për ndoshta një lloj tjetër të peshkut? Mund të përdoret me lloj peshku, me merluc, me kac, me levrek, me salmon, me parsisht prej preferencës edhe opsioneve që i ke për me zgjedh llojin e peshkut. Sa mirë, më e provu pra edhe me peshk tjetër. Iridan, ty si po të shkojnë deri tash procesi, edhe a mundesh më na tregu pak procedurën këtu? Po, shtu jena ato, do më thonë, të zirë zotën, shtu kanë me dollë, ka mu pjek, do më thonë, kanë mu gjysë pjek në perimet edhe midhjet, mi qitë ujë, mu bashku me risotto edhe me dollë si kremoze, mas na e kina qëtu të artarin e kërkalecit, kur ja qesim për mi edhe finalizohet. Kështë e përgatitet të artar? Ka livore portokalli, livore limoni, pak hudër, pak vaj, biber, kryp, edhe lëng limoni. Okej, po besoj që hudrën dhe të gjitha produktet tjera erzat që tu ka ndesht i ke përdor nga Podravka. Nëzi po pras me provu edhe këtë recetojnë. Unë tash përshkoj të pashtriku dhe po e shoh se sa kohë merë që të përfundoj edhe procesi përgatitjes së pjatës së tij. Pashtrik, sa kohë merë plotësisht kjo pjatë? Kjo pjata merë kohë dikon të 15 minutë, varësisht prej madhësisë të peshkut. Sa më i madh që është peshku në këtë rast levreku, aq më shumë i duhet kohë për me u gatu. E këtij sa i duhet? Këti i duhet 7 minuta komplet për fileta. Okej, edhe përfundojnë receta. Nëse është si pa filetu, merë kohë pak ma shumë, për shkak që edhe pjesa e bushtit e pengon. Ai procesi përgatitjes si pastrimit gjitha. Po besoj që po duhet për limon, diçka me e mbështjell edhe me rujt. Ne kemi produktet e Topit, që për një mena kam letësu këto jetën në kuzhineve në Pasion e Profesion, për gjithashtu edhe në shpe, edhe mami jam së të mundët pa to. Topit, pra janë një produkt, ka folit e aluminit, ka silaj që duhet tash për perimet, por gjithashtu ka edhe disa produkte tjera që me të vërtet na ndihmojnë shumë edhe për ruajtjen e ushqimeve, të cilat mund t'i përdorim edhe me vonë. Shembull janë këto kapakët, unë po i quaj kështu. T'ja u demonstroj pak, t'ju tregoj për çka do që keni me rujt, në për pjata, mundeni me vendos,
mundeni me i pështjel trangujt me këtë pjesën këto dhe mundeni me i rujt shumë të freskëta. E ne po shkëputemi për blokun e 2 të marketingut edhe rikthehemi vetëm pas pak me çka e shohim në vazhdim. Gatimi është i frekshëm. Shumë i frekshëm. E çfarë është më e frekshme? Të eksperimentosh me speca djeg jalapeno para vjerrës dhe të rrezikosh mbrojtje të vetullave që në flambejen e parë. Është e frekshme të përmbushësh pritet e larta me mbetjet e djeshme dhe të mos e teprosh me nxjerrjen e shpagetave ku mistë kërkojnë al dente. Gatimi mund të jetë i frekshëm, por me Vegeta është thjesht frekshëm i mirë. Thua juhu, kushe Podravka. Thua juhu, e ngrohtësi në stomak. Thua juhu, me sup të ktjeltë. Thua juhu, dua të njëjtën. Me zë juhu, për supën krem. Me zë juhu, në çdo moment. Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgadit supën, krijon ndjenjën. Bosh shtëpinë me aromë fresh të ciabatta, broqen, si broqen dhe baget. Vetëm 8 minuta e jo më shumë. Plotso ma dëshirar, shtini bukën e furr. Pjek e vet, blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery. Në çdo filxhan të çajit ton, fshihet begatia e natyrës. Prandaj, të kujdesemi për të. Kurse shija jashtëzakonshme e çajit tuaj të preferuar ruhet nga mbështjellësi i ri aromatik ekologjik. Për qafim i kujdesshëm i natyrës. Podravka. Erdhi koha me u nis prap. Se dikush që po e merr me veti buzëqeshjen e familjes. Buzëqesh për shokët që të kujtojnë kush je. Gëzohu për takimin e papritur. Buzëqesh për shijet e shtëpisë. Se krejt që ka të bën me unim mirë këtë jetë e ka venin këto. Dhe këtë buzëqeshje që e fiton veç në shtëpi. E kjo buzëqeshje të përcjell kudo që je. Ardent Dental Clinic, buzëqeshja e venlindjes. Jemi rikthyer nga bloku i dytë i marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion, e siç po e shihni, unë e kam ndërmend me ngrënë diçka ëmbël, e pa tjetër që çokoladë nga Lind. Po derisa hapi unë këtë çokoladë nga Lind, dua t'ju tregoj që në rubrikën Tringëlleshës, ku Tringa na përgatit shumë shpesh receta të ëmbla, pra në çdo epizod të Pasion e Profesion, do kemi përgatitje edhe me çokoladën Lind. Këto janë çokoladat më të shëndetshme nga Lind, pra që mund të përdoren edhe për recetat e ndryshme, por edhe për të gjithë ju që ndoshta nuk dëshironi të shtoni peshë dhe nuk guxoni të jani këto, si unë. I keni këtë opcion. E ndjekim pra recetën rubrikën Tringëlleshës dhe rikthehemi me njëherë në Pasion e Profesion. Pas ta edhe unë këtë çokoladë. Mirëmbrëma, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëlleshës. Për sot kam zgjedhur të përgatis linolada cheesecake, e cila nuk kërkon pjekje. Si përbërës kryesor ka linoladën, e cila ka grimca të lajthijave, pastaj janë biskotat 300 gram, krem djathi 400 gram, 125 gram gjalp që na duhet për biskotat. Fillojmë me bluarjen e biskotave.
Tani po vazhdojmë me shkrirjen e gjalpës, të cilën do t'ja shtojmë biskotave. Gjalpa është shkrirë dhe tani ja shtojmë biskotave. Do t'i shtypim. E vendosim krem djathin. Dhe ja shtojmë linoladën, gjithë paketimin. Tani do t'a përzim masën së bashku. Kremi tani është gati. Dhe unë po e marrë tepsin me biskota nga ftohja, pastaj ja vendosim këtë masë. Biskotat janë ftohë dhe tani e hedhim sipër masën me linolada. Tani po filloj me dekorimin, po i prej ca dredhca. Ju mund të përdorni frutat që ju i preferoni. Kjo është linolada cheesecake për sot. Ju bëf të mirë nëse e provoni. Shihemi në edicionin tjetër. E shikues të dashur, tashmë është koha për mysafirin që të vijë dhe të ulet këtu në sofrën e Prizrenit. Sot e kemi një mysafir shumë të veçantë. Ai udhëheq komunikimin me publikun në komunën e Prizrenit dhe është një zë i rëndësishëm në lidhjen mes qytetarëve dhe institucioneve. Me një sonte do të ndaj shumë detaj të projekteve, planeve për Prizrenin, zotri Ymer Berisha. E mi presim këtu në studio, zotrin Ymer. Mirë se vini, është kënaqësi shumë e madhe t'ju kem këtu. Faleminderit shumë që keni ardhur, që keni pranuar ftesën. Dhe me ndihmën tuaj. Faleminderit shumë. E sot do flasim për shumë gjëra. Ndoshta do e fillojmë me rrugtimin tuaj profesional, deri tek pozita që mbani sot. Po, normalisht secili qytetar i cili dëshiron që të jetë në shërbim të audiencave të ndryshme ose të përgjegjësive institucionale, do duheshte që paraprakisht feedbackun, backgroundin e tij profesional ta ketë në lartësitë përgjegjësive që ushtron. Dhe ne normalisht kemi kryer domethënë gradat fakultative dhe pastaj mastere në komunikim me publikun. Ideja është që e folura ka zanafillën qysh kur na ndan nga këto dy grupe tjera gjallësat bimtë dhe shtansë në zanafillën e tonë si njerëz, si qenie humane. Dhe na ka shërby për të kuptuar, për të marrë vesh njëri me tjetrin, mirë po tash, nëse referohemi kërkesave të vitit 2026, e folur është edhe përgjegjësi, e folur është edhe një prej politikave publike më të vështira. Për arsye se, sikurse mediumi juaj, edhe emisioni juaj këtu që pretendon të kapë audiencë sa më të gjerë, për të qenë shumë serioz, ju duhet të ofroni cilësi, qoftë të produkteve, cilësi edhe të emisioneve. Kështu që edhe në institucionet e Kosovës, sidomos të dalura pas lufte, ne kemi përgjegjësi të shumë fishta, për arsye se jemi gjenerate cila kemi jetuar të sunduar. Dhe tash vijmë marrim territorin tonë dhe njerëzit që banojnë në territorin e Kosovës dhe dëshirojmë të formojmë institucione, kështu që përgjegjësia rritet shumë më e madhe, që të jemi të përgjegjshëm kur flasim për projekte, për politika publike, për integrime evropiane e forma të këtilla. Kështu që unë personalisht shquem pak si kritik i mendimit, me të vetmin qëllim që shoqëria të cilës i takojmë edhe shoqëria ka bazë themelore familjen, fëmijët e mi,
jo ta jetojnë vështirësitë me të cilat ka jetu prindi i tyre, por tash ata të shkollohen, të kulturohen, të emancipohen dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës. Por jo tash treg punë jetë puna fizike ose vetëm puna dytësore, tretësore kështu me radhë, por të konkurojmë edhe me vendet e rajonit, pse jo edhe me vendet e botës, edhe në tregun e dijes, në tregun e ushtrimit përgjithësive. Kështu që konsideroj se Komuna e Prizrenit në këtë drejtim e ka një zë të qëndrueshëm që paraqet punën e institucione, por unë mundohem që ta luaj rolin edhe të një qytetarit të ndershëm, që kërkesat që i kanë qytetarët, grupet e ndryshme të qytetarëve në Prizren, ti adresoj të kryetari i komunës ose të komunës. E sa është të rëndësishme kjo ura lidhse mes qytetarëve dhe institucioneve? Vështirësitë janë nga më të ndryshme, secili si të shohem me lëviz nga vendi ku jemi, nëse ne kriter kemi përgjegjësinë, vështirësia vjen dhe rritet, por me kalimin e ditëve krijohet përvoja dhe ne e kuptojmë që njeriu është mbi gjithçka. Edhe mbi vështirësitë, edhe mbi projektet, edhe mbi mënyrën e jetesës. Kështu që nëse e kemi të qartë çka po dojmë, ne qartësisht flasim me qytetarët, cilat janë kapacitetet e komunës për të realizuar projekte ose politike publike dhe cilat janë kërkesat e qytetarëve. Tash nga praktika, nga përvoja, qytetarët kanë kërkesa të shumta se ne kemi dalë thash nga lufta dhe infrastruktura nuk na ka përcjell kërkesën tonë, as ajo e shëndetësisë, as kjo e arsimit, as kjo sociale, domethënë kemi pas vështirësi shumë dha, po në Prizren me kujdesin maksimal të gjithë paran e taksapaguesve që e mbledhim si buxhet, mundohem me kujdes maksimal që ta bëjmë në projekte në mënyrë që në tërë territorin e komunës së Prizrenit jeta e qytetarëve të lehtësohet dita me ditë dhe kualiteti i jetës të merr drejtim një drejtimsh. Ne nuk guxojmë ta përsërisim veten, por duhet se secila gjeneratë që vjet jetoj kualitativisht më mirë dhe të jetë më e gatshme për treg punën. Po si e vlerësoni ju nivelin e komunikimit institucional në Prizren? Tani niveli i komunikimit normalisht e ka hapësirë sa të duash për të përmirësuar edhe për ta kuptuar, për arsye se kemi disa rrafshe të komunikimit. Kemi komunikim institucional vetëm informues, kur dalin grupet pej kryetarit edhe institucionet tjera dhe informojnë qytetarët çka ka ndodhur. Edhe kemi komunikimin afirmativ, kur flasin veten e parë institucionet ose personat përgjegjës edhe nuk kanë përshtatshmëri me realitetin. Kemi komunikim analitik, edhe që bëjmë analizën e projekteve të veprimeve të personave përgjegjës, edhe kemi komunikimin kritik, i cili duhet të bazohet kërkesat e qytetarëve, të cilat janë adresuar kryetarit të komunës, komunës së Prizrenit, policisë që vepron në Prizren, sektorit sigurisë, shërbimeve komunale, ujë, rrymë e tjera. Krejt ky komunikim është për të ngritë cilësia e jetës në qytetin e Prizrenit dhe nëse ne arrijmë që të komunikojmë profesionalisht me etikë akademike, absolutisht nuk kemi nevojë ne si komunë, si politik bërës, me thonë diçka që nuk mund ta mbështesim me projekt, me realizim projektesh. Kështu që Komuna e Prizrenit dhe unë në përgjithësi po mundohem me prunë një model të këtillë të komunikimit, edhe komunikimi i drejtë dhe profesional është edhe kur i thuhet qytetarit. Në këtë vit kam premtuar që do të realizohet ky projekt, këto janë arsyet, projekti nuk realizohet. Qytetari e merr këtë feedback se sa ti eskivohet ose të mundohet me tjetërsu të vërtetën. Shumë e lehtë dhe më e thjeshtë dhe për qytetarët. Absolutisht. Po, a mendoni se qytetarët sot janë shumë kërkues ndaj institucioneve? Personalisht vetë dhe familja ime do doja dhe shumë me qenë kërkues. Institucionet sikur kanë ra nga lartësia e përgjegjësisë. Njësia komunale duhet shërbimet e qytetarëve me i prunë me ekspertizë edhe me konkurrencë profesionale. Digitalizimi shërbimi, ruajtja e kohës qytetarëve, mos shpenzimi i paras publike të panevojshme. Krejt këto shërbime mund të ofrohen kualitativisht më shumë. Jemi në dieni, por tani kemi edhe një problem tjetër, një kapacitetet pak njerëzore. A kemi kapacitete njerëzore profesionale të cilat jo dalin për karshi këtyre kërkesave? Kemi raste kur nuk mund të marrim shërbime të caktuara profesionale, po kemi edhe një logjik që është ndërtuar në institucionet që na jemi kundër edhe leadershipi edhe kryetari i komunës zoti Totaj, po edhe unë personalisht jemi duke u munduar maksimalisht që ti themi rrogat të cilat i marrim ne, i marrim si rezultat, faleminderit,
i marrim si rezultat i pranisë së qytetarëve. Kërkesa atyre duhet jetë alfa omega, fillimi dhe fundi i këtij angazhimi tonë publik, e jo t'i shohim qytetarët si palë të cilat mund të presin, si palë të cilat nuk u ofrojmë shërbime edhe të shpejta, edhe cilësore, edhe ashtu që ata i njen të vlerësuar. Po besoj që sot luajnë rol shumë edhe mediat sociale në komunikim me publikun, apo jo? Absolutisht luajnë rol, po nëse ndalim të mediat sociale është qasja, se si qasemi ne, nuk e kemi një kategori shoqërore shumë që është e kujdesshme, mediat sociale din kanë herë me të qitë edhe para situatave jo krejt të vërteta, jo krejt reale, për arsye se mund del një qytetar i papërgjegjshëm atje hap një rrjet social, pastaj bën atakime etjera. Por megjithatë institucionet kanë për detyrë edhe dukurit negative, edhe komunikimi jo krejt etik e profesional, kur vjen te institucioni nuk duhet ta shqetësoj institucionin. Institucioni e thot vetëm atë që është korrekte, profesionale e përgjegjshme për qytetarët, ndërsa neve na e ka lehtësuar punën, për arsye se të gjitha drejtoritë me cilat ne administrojmë, të kabineti i kryetarit, mund të hapim rrjetet sociale edhe në emër të institucioneve drejtorive dhe të kryetarit, mund të hapim edhe në rrjete personale dhe gjitha aktivitetet pastaj ne i prezentojmë atje dhe qytetarët e kanë informacionin e kohë reale. Po çfarë e bën një komunikim institucional të suksesshëm? Komunikimi institucional i suksesshëm veç duhet të jetë korrektësia, edhe profesionalizmi, etika. Nëse këto 3-4 elemente të cilat mësohen edhe në gjatë edukimit ton, pastaj kur përballen me përvojën dhe kërkesën jetësore, nëse ne jemi etik në atë që flasim dhe e përmbajmë, ose jemi të gatshëm me e pranu. Nuk po ecë një projekt ose një them publike e imja nuk po realizohet, por ka një arsyetim dhe ka një qëllim pse nuk po realizohet. Arsyetimi duhet të jetë gjithmonë i qëndrueshëm ligjërisht edhe gjithmonë i qëndrueshëm edhe në aspektin social. Po e jo tash ta zëm politikanë sikur të ne që kemi lanë me dëshiru, flasim më shumë për projekte, flasim për jetë cilësore etjera, kur të fillojmë të realizojmë atë, do me thonë i bjen kjo, me full po thejmi kështu, sa realizohet pastaj mbetet për të parë. Tash kjo duhet të ngushtohet. Ideja e institucioneve është sikur... Ndoshta duhet të flasim më pak edhe të bëjmë më shumë, apo jo? Absolutisht, sikur tash, unë thash, që po njem shumë i vlerësuar në emisionin tuaj dhe në punën tuaj që e bëni si medium edhe si kompani që promovoni të vërtetat e produkteve ushqimore në këtë rast, por ushqimi tash po kalon si dije, si kulturë, si mënyrë jetese, çka nëse përmes ushqimit rritet jetë gjatësia e qytetarëve. Edhe pse mos ta bëjmë, pse mos ta filloj emisioni juaj, ta çojë një mesazh të tillë. Edhe ne të ushqemi kualitativisht dhe kur jemi të ushqyer mirë, qenia njerëzore është më e gatshme për punë më kualitative, e mbledh energji shumë të përshtatshme për angazhime publike dhe në këtë mënyrë në Prizren ne po mendojmë, vetëm kjo ka me na shpëtuar, kur jemi të vërtet në vendimarrje, të vërtet në atë që flasim, dhe parafërsisht të vërtet ka njerë se ne ndikohemi, krejt vendimet i kemi të bazuara me ato hapësirat ligjore. Ka njerë dëshira është për ta marrë një projekt me realizu, kur t'i jep ligjit çfarë protokolli kime njek për me realizuat projekt, jo rallë herë del atje që ta nalu shëpëja, edhe ose mjetët bugjetore, pi u bini fenomenve sa për me ilustru këtë. Do me thonë tash për mbarust, komunën e Prizrenit po e atakojnë me tërheqen nga bugjeti. Ne kemi planifikuar rrugë, kanalizim, teleferikun e kalas, vend parkingjet të reja, kemi projekte madhore, kur shkojmë me i pa zerat bugjetor të bugjetit të komunës, janë bësh, janë të shpenzuara, dhe pa taj qa kemi bërë. Pastaj veç duhet me këtë autoritetin moral etik me dalë para qytetarëve, për arsye se po na ndodh një fenomen të cilin fare nuk e kemi planifikuar që mund vije. Edhe këtu përmes emisionit juaj, qeveria e Kosovës në të duhet me ndoj këtë që t'i shpëtoj komunat, që ta sheh komunat parat që i kanë targetu ose i kanë zëru për projekten komunale, momentalisht përmbaruesi i merr si e drejt ligjore e tyre dhe komuna mbetet pa realizu projektet e tilla, por po shpresojmë që gjatë këtij viti ndoshta do gjajmë zgjidhje edhe kësaj. Po besoj që përmirësohet. Pa mendoni që komunikimi publik në Kosovë ka përparuar viteve të fundit? Absolutisht, komunikimi tash, edhe komunikimi me ju sot është ma cilësor se sa nëse i referohem një interviste ose një debati televiziv të caktuar, me gjithë që ka këto tendencat e komunikimit të zamt të rajoneve, të komunikimit kur disa analist, disa gazetar, disa dhe që shkruajnë, dëshirojnë të doken pak ma
në komunikim, kur nuk e ruajnë etikën profesionale të asaj, po dalin me shprehje nga gjuhë të huaja, nuk është pastruar sa duhet gjuha shqipe, edhe pse kemi në fundin e fjalëve sa të duash për të kuptuar madje edhe për ta ngritur në nivele konkurruese rajonale. Mirë po, ky është trendi përgjithshëm dhe ne duhet të përshtatemi. Aftësia e njeriut për të përshtatë, domethënë është e detyrueshme dhe thjesht të bëjmë më të mirën për veten tonë, familjen tonë, shoqënisë cilës i takojmë, por s'ka asnjë dilemë që komunikimin së cilën ditë që kalojmë është më cilësor, më kualitativ dhe më i përgjithshëm. Zotëri Ymer, po besoj që me këtë punë që e bëni keni edhe presion, stres e gjitha. Po a mundesh më na tregu pak se si e menaxhoni këtë presionin që mundeni me pas me këtë rol që e keni? Tani presionin me ta drejtë personalisht të po flasë, është kë, që a thëni ju, që se cilë që i angazhohen, është aja logjika këtu në Kosovë, kur të merë një punë edhe nuk punoj edhe vjeni krenohet shokut shoqës i thëtë që unë e kom një punë, për nuk punoj pak. Absolutisht kjo logjik duhet ndrohet. Presionin punë, absolutisht mund të kthehet në kënaqësi, çfarë jemi duke e bërë tash. Por gjithashtu edhe në rezultat. Absolutisht, pa rezultate na jemi duke folur, domethënë absolutisht inkompetent. Por ka presione, ka kërkesa, por individi, nëse është ekspert i fushës, nëse e njeh punën, sikur ju në punën tuaj, keni presion që keni përballë mua dhe nuk e dini çfarë, keni përballë edhe audienca tjera, mirë po, ti kur i qasësh profesionalisht punës si e bë, ku është presion? Iku, s'ka presion. Edhe ne duhet shoqënia jonë ta kalojmë këtë fazë. Të gjithë kemi ardhur në jetë për të punuar, për të angazhuar konform zgjedhjeve që bëjmë në jetë dhe hajde ta kthejmë në rezultate, në arritje dhe në këtë mënyrë e largojmë këtë që jemi lodhur, e largojmë termin që jo po na bën pengesë kjo. A ka presion? Ka. A ka ngushtime? Ka, për arsye se jo të gjithë të punësuarit në komunën e Prizrenit, për shembull, janë në lartësinë e kësaj përgjegjësie. Kemi edhe atje disa punëtorë të cilët nuk e arsyetojnë ndoshta as angazhimin publik që e ka në institucion, por megjithatë institucioni e ka vizionin e qartë ku duhet shkojë dhe në këtë mënyrë bëjmë më të mirë. Po, a ka projekte konkrete për përmirësimin e komunikimit me qytetarët? Te komunikimi, po, ka projekte konkrete, se na bëjmë edhe fushata sensibilizuese për politikat caktuara, se shifni, te komunikimi çdo kryetar komune ka dëshirë ndoshta edhe një fotografi nëse del mirë me ekspozu audienca më të madhe me ka. Nëse e ndërton një shkollë, një qerdhe, një ambulancë, diçka, qëllimi i kryetarit, qëllimi politik i kryetarit është të bëhet publike. Pa, pra, me bë publike, me adresu sa më shumë që është e mundër audiencën në mënyrë që ajo të kthehet pastaj në votë ose në besim politik. Por unë personalisht udhëhiqem prapë mbi këtë logjikën. Ne duhet ta prezantojmë të vërtetën e projekteve, të vërtetën e qëllimeve që ka kryetari i komunës, komuna në përgjithësi. Dhe ne dhe absolutisht tu themi qytetarëve që jeni të barabartë me ne, ta bëni analizën e projekteve që ne realizojmë, madje edhe cilësinë e komunikimit. Mirë po, si komunikim ne jemi duke hapë edhe këto mundësi tjera që i përmende pak më parë rrjetet sociale, sa më shumë që është e mundur, do të thonë e preferojmë që të komunikohet me qytetarët me të gjitha mundësit që jep sot zhvillimi i teknologjisë, edhe ideja është ka digitalizimi, të shkojmë për arsye se shërbimet digjitale mund të merren nga shtëpia si informacione pa pas nevojë me pas kontakte fizike, dhe në këtë mënyrë qytetari është i përgjegjshëm, po edhe kryetari i komunës është më komod për arsye se një politikë publike e ka përcjellë të qytetarët. Pastaj në Prizren kemi edhe disa media lokale, radio lokale, të cilat na ndihmojnë shumë, dhe ne gjithë vendimarrjen e komunës së Prizrenit e kemi transparente, madje edhe të drejtë për drejtë se i transmetojmë përmes mediave lokale edhe të seanca. Si është bashkëpunimi mes mediave lokale dhe atyre kombëtare? Bashkëpunimi tani, shifni, ne si shoqëni shuhemi që nuk jemi shumë bashkëpunues. Në ashtë e merë edhe si komuna me qeverinë e Kosovës, komunikimin e kemi që lënë me dëshiru, mas flasë pastaj bajmë pengesa dhe tjera, kjo është nivel i yni shoqëror, është e njëjta situatë që përcillet atje, për arsye se targetin kryesor e kemi paranë, ku mujmë me kap një projekt, një diçka e kështu me radhë. Domethënë kemi ikë nga baza kryesore. Nëse qëllimi i komunës është përmirësimi i cilësisë jetës qytetarëve përmes projekteve, duhet me kujdes maksimal, me kujdes ligjor, paratë e taksa paguesve t'i kthejmë projekte. Edhe qeveria e Kosovës në këtë rast është organi më i lartë që duhet ta ndihmojë komunën, jo ta pengoj. Jo tash me dal një përmbarues atje që është një subjekt i jashtë komunës, subjekti i tretë, me pas të drejtë ligjore tash të tërheq para nga komuna, bëhet fjalë mbi 36 milion euro
për 4 vite na jenë larguar. Në ato i kemi pas me realizu projekte, sot nuk i ke këto. Kush mund të bëj këte përmirësim? Mundet qeveria me një vendimarrje të caktuar, ligjore dhe t'i jep zgjidhje kësaj problemi. Njëjtë e ki edhe të mediat. Mediat atje kanë një konkurencë jo shumë lojale, nëse ne si komunë ta zëmë i ofrojmë një kontrat njërës prej media, media tjetër thotë që ndoshta e ka marrë me të drejt pa të drejt, por me gjithate, unë po thëmë edhe e këshilloj kryetarin gjithmonë që ne shkojmë, ofrojmë kushtet e barabarta. Për të gjithë jemi institucionalist, për të gjithë e duam Kosovën, e duam Prizrenin, qytetarët e saj, madje e hapësirën publike, se ne kemi atje disa krenari, e kemi lidhën shqiptarët Prizrenit, e cila madhështën, dhe më thënë pranin tonë, edhe ka porosit të qarta se si duhet silemi na, si historinë e se qasin. Kalane Prizrenit, urën e gurit, do më thonë gjamin e Sinan Pashës, kemi kishën katolike, ortodokse, thjesht atje jemi një botë në miniaturë. Dhe tash të gjithë kemi vlera, dhe llogarit sikur të gjitha këto kapacitete të sillen konform vlerave, Prizreni është tamam kryeqyteti kulturore edhe ju edhe i Prishtinës. Po, normalisht. Po si e shihni zhvillimin e komunës së Prizrenit në vitet e ardhshme? Ndoshta kjo edhe pyetja për fund që edhe të shijojmë këto pjata fantastike që na kanë përgatitur kuzhinierët tonë. Po shë zotën më mirë është akom janë nisë me pa hongër peshku. Mu përgjigj. Se me kalzu, po si të që djetë, okej. Ne kemi marrë mandat që të qeverisim edhe këtë 4 vjeçar me kryetarin zoti Shaqir Totaj, dhe jemi të i pa vetëm e kemi pak pengesë të lëvizjet bugjetore, sasia e parave që më lidhet edhe me ato ti hartojmë projekte, por unë po jap me gjithat e disa prej projekteve më të mëdhaja. Jemi shumë të angazhuar që ta realizojmë teleferikun në drejtim të Kalas së Prizrenit, ku qytetarët me gjitha mosha mund të shijojnë interlandin ose pjesë të bishme. Dhe e lehtëson shumë edhe të shijojnë të gjitha të pamje ka zbukur që e ka nga ty. Pastaj kemi pak të lashëm me komunikacionin, që po duhet pak autoritet profesional në këte rast që të na japin zgjidhje, qysh zgjidhet vllamës me pas kolona në Prizren, sidomos gjatë muajit korrik dhe gusht, kur Mergata është pak më e madhe. A mundemi me bukta edhe në Prishtinë? Tash edhe këte. Po nëse bëjmë zgjidhje profesionale atje, komunikimin me kryetarin e komunës Prishtinës se kemi mirë dhe besoj që mund të me realizu diçka. Pastaj kemi disa projekte për disa vend parkingin, 2000 vend parkinge në hyrje të qytetit që ti ulim poshtë. E kemi edhe një projekt madhor në hyrje është nga Theranda, nga Suareka, është në pjesë për balë qendra sportive, po dojme dalë me ndërtesën e rejtë komunës e Prizrenit, se ne kemi disa 7-8 ndërtesa ku ofrojmë shërbime administrative dhe qytetarët e kanë vështirë ta zamë. Arsimi është në një ndërtesë tjetër, shëndetësia në një tjetër, financat e kështu me radhë, tash dëshirojmë që ti grupojmë atje të gjitha shërbimet komunale dhe qytetarët do ta kenë shumë më lehtë edhe me i marrë shërbimet edhe të kenë vend parkingje dhe të jetë një infrastrukturë përcjellëse shumë e mirë, kështu që në këto trende është duke shkuar Prizreni, zhvillimi s'ka asnjë dilemë që është duke ndodhur, për arsye se ne veç kemi bërë veprimet e para, po të vini edhe sot në Shadrvan, krenarin e gjithë qytetarëve tonë edhe të Kosovës, po edhe të botës, e kemi krejt infrastrukturën e rrymës energjisë elektrike, kemi fut nën tokë, dhe tash kemi fillu pik nga Shadrvani me rrit këto kapacitete, që krejt infrastruktura nën toksore tjetë funksionale dhe në shërbim të saj. Kemi pak probleme me ujrat e zeza, kemi realizu një impjant për 26 milion euro viteve më përpara dhe derdhja bëhet në një fshatin Vlashnje, ku e rrok gjysmën e qytetit të Prizrenit. Jemi shumë të interesuar që ta realizojmë një impjant edhe për gjysmën tjetër dhe në këtë mënyrë krenarin tjetër që është Lumbardhi i Prizrenit mos tjeti atakuar nga ujrat të cilët ndosin dhe në këtë mënyrë thjesht ta zhvillojmë ekoturizmin ose qytetarët ose dhe ju personalisht nëse do jeni në Prizren, pse të pini vetëm një lëng kafeje, por të shijoni pak edhe zhurmën e ujit të Lumbardhit, por edhe freskinë e tij, edhe atë ekoturizmin, bimësinë që ofron atje. Kështu që mundësit janë shumë të mëdha, ne vetëm duhet ta ruajmë dëshirën edhe kujdesin ligjor që të marrim vendime të cilat do t'i nderojnë qytetarët e komunës sonë. Zotëri Mer, faleminderit shumë që ishe pjesë e Pasion e Profesion. Tash është koha ta shijojmë pak pjatën, por para se ta përfundojmë plotësisht, unë kam një dhuratë për juve. Po ti je ma mirë atash. Faleminderit shumë. E kemi një dhuratë nga Lend.
disa çokolada shumë të shishme. Faleminderit shumë, faleminderit për dhuratat. Faleminderit juve për pjesëmarrjen dhe të bëft mirë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi dhe ju komplementoj edhe për profesionalizmin edhe për angazhimin që po bëni, edhe herë po them, inshallah e kthejmë edhe ushqimin në dije, në kulturë, edhe në formim se mund përmes ushqimit muj me zgjat jetën e të gjithë qytetarëve të cilët i kemi në administrim. Faleminderit shumë edhe një herë. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë epizod të Pasion e Profesion. Shpresoj që jeni ndarë të kënaqur. Falenderoj shumë zotrin Ymer Berisha, i cili ka ardhur nga Prizreni dhe e bëm një bisedë shumë të këndshme dhe na tregoi shumë gjëra. Falenderoj shumë Pashtrikun. Pashtrik, falenderit shumë që ishe edhe sot pjesë e Pasion e Profesion. Falenderit për juve. Po besoj që dush me anis me e mendu një recetë tjetër për episodin e radhës. Lidojmë, falenderit edhe ty shumë. Falenderit për jush. Që nuk heziton të vish dhe të na bësh pjata të mrekullueshme. Falenderit shumë. E unë dua të falenderoj shumë Podravkën si gjithmonë në fund të këtij emisioni për këtë emision kaq të bukur dhe me kaq shije që vjen çdo herë në për ekranet e juaja, e ne shihemi përsëri të dielën nga ora 18. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.